Po të kërkosh një vend parkim në Tetov, këto ditë duhet më shumë fat se sa durim. Me ardhjen e mërgjimtarëve, qyteti është mbushur me automjete, ndërsa rrugët që edhe më parë ishin të ngarkuara, tani janë shndërruar në pika bllokimi. Parkimi paralel përgjatë shumë rrugëve po ngushton korsitë e lëvizjes, duke krijuar kolona të gjata dhe vështirësi për qarkullim normal të automjeteve. Në disa raste, kalimi bëhet i pamundur edhe për automjetet emergjente. Parkimi paralel po del problemi kryesor i ngulfatjes së qytetit të Tetovës, sidomos tani gjatë muajve të verës kur vinë edhe mërgjimtarët. Një vetur e parkuar keq për vetëm 5 minuta krijon kolona të gjata të pritjes, bllokon komunikacionin, bllokon edhe ata që janë parkuar me rregull dhe paguajnë. Qytetarët janë të revoltuar dhe kërkojnë që dukuritë e tilla të mos përsëriten. Ata gjithashtu thonë se ka mungesë të parkingjeve të dedikuara, megjithatë nuk e arsyetojnë sjelljen e pahishme të vozitësve të papërgjegjshëm që parkohen paralelisht në vend kalim për këmbësorët ose në trotuare. Shumë zamet. Zamet? Po, shumë s'ka guzma madhe këto në parking s'kia. Po a ju pengon për shembull parkimi paralel? Vetura që parkohen? Po, pa qete. Po. Po si a dilni? Unë e kam parkir këto në privat. Parklas paguj me pare, në ata të në sotiti në për qytet. Se për ndryshe nuk mundet, e? Po, unë jam gurbet atje në, kom marrë pushim këtu në. Sa është e vështirë të gjeni parking në Tetov? Shumë e vështirë është, sepse shumë makina ka, edhe parkinge s'kena. Çdo cep e kam ba me pare, edhe parkinget janë ba shumë probleme e gjatë. Do njëherë është, do njëherë jo, barët që se ka shumë vetura, atëherë o problem. Që se s'ka atëherë, po, gurbeqarët kur vinë, atëherë kena pak problem. Si për ndryshe jo. Kujtojmë që vendet më problematike në komunikacion paraqiten në qendër të qytetit, sidomos afër qendrës tregtare, por edhe afër tregut të gjelbër të qytetit.